Zoti Rexha, si e vlerëson procesin zgjedhor? Ishte një proces, mund të themi për herë të parë në historinë e pluralizmit shqiptar, ka qenë procesi më i qetë dhe më i sakt për sa i përket zhvillimit të fushatës elektorale. Ka pas një bashkëpunim shkëlqyer, njerëzit kanë votuar të qetë dhe falenderoj të gjithë malsorët që treguan dinjitet, që treguan kulturë demokratike, votuan të qetë dhe të lirë dhe na e bën edhe ne kandidatëve punën shumë më të lehtë dhe për këtë i falenderoj nga zemra. Si e vlerësoni bashkëpunimin me strukturat e Partisë Socialiste, me kandidatët e tjerë të Partisë Socialiste këtu në Malësi të Madhe dhe Bashkinë e Malësisë? Ne kemi patur një ekip të shkëlqyer në këto zgjedhje. Partia Socialiste ka zgjedhur kandidat të shkëlqyer në të gjitha fushat dhe bashkëpunimi jonë ka qenë i shkëlqyer me Bashkinë dhe sidomos me strukturat e Partisë Socialiste, të cilat unë gjej rastin t'i falenderoj nga zemra. Gjatë fushatës keni bërë disa premtime në emër tuaj dhe në emër të Partisë Socialiste nëse do të jeni deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Tashmë jeni deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Çfarë do bëni për këto premtime? Ne kemi mbajtur ato premtime të cilat për projektet të cilat janë në vejimësi në Malësi dhe në qarkun e Shkodrës. Unë kam premtuar që do të jem përkrahës i të gjitha projekteve për Malësinë e Madhe dhe do të ndjek në vazhdimsi realizimin e tyre. Dhe për këtë nuk kam asnjë pikë dyshimi që do ta realizojmë. Zoti Rexha, telefoni juaj a do të jetë i hapur për malsorët? Unë e kam në karakter që nuk e mbyll asnjëherë telefonin dhe do ta shikonin vijim që telefoni dhe dera ime do të jetë hapur për çdo malsor pa dallim partijak. Zoti Rexha, para 4 vitesh Malësia e Madhe humbiste përballë Partisë Demokratike me rreth 590 vota. Kësaj radhe ka fituar rreth 2000 vota më tepër se Partia Demokratike. Kujt ja dedikoni këtë fitore? Unë nuk jam marrë me numrat e humbjes apo të fitores, por unë shpreh falënderim dhe dedikim për malsorët të cilët na besuan ekipin ton, besuan kandidatët, besuan kryeministrin Rama që do të vazhdojë zhvillimin e Shqipërisë, zhvillimin e Shkodrës dhe zhvillimin e Malësisë Madhe. Zoti Rexha, faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit ju.